që një njerin vetë vendosë që ka më e rëndësishëm se një tjetër për balë Albin Kurti. Po krejt janë njëjtë. Ku ka dallim? Edhe kjo ideja, vishë t'ja kalzojnë ftyrën në Albin Kurtit, nuk funksionan politika kështu. Edhe tash që ja propozoj Glau Konjucën, kjo nuk është tërheqje Albin Kurtit. Kjo është prap thik me 2 teha për opozitën. Nëse e votojnë, prap i shërben ati se Albin Kurti është zavendës kryeminist dhe ministër jashtë. Pra nuk është që ja ka e mandatarin dikuj 2 të kjo tërheq. Kjo tha njëjtën qeveri që kombone, tha veç pindrojmë venat në Albini, Glauku, që i bjen pindrojmë në venat formalisht, e tash nëse del në i deputet i opozitës, ose në i parti opozitare, edhe thot, na për e votojmë që mësë më shku venin zxedhje, edhe që masi Albini sështë, ajen të rajtë. Dardan... Se Albini është edhe ma shumë kryeministër. Dardan... Ju asdia e këni një fjalin... Të dhoj informat, në bazë unimit mija të arzodi Konjuci visi ka numrat. Ka me qenë lajmi keq. Kush do që është të e bo, ka me... Se lajmi keq. Sepse... Ju thatë vetë, e more paralelen mes Albinit edhe Natanjat. The 3 herë nuk u nale, dhe the nuk do të nale të përdoj zgjedhje Albin Kurti deri në momentin kur të arrin ato që ka kërku. Po, vish ka mundësi, kur e kupton këti qëta, dhe pajtosh që është qështu, ja njësë organizosh ndryshe kundër Albin Kurtit. A mund është më organizu? Jena me 13 nëntora, mujnë më organizu, a beson 6 mujdit nuk arrit më organizu opozita, po beson që po 1 mujdit arrin më organizu, i thek, ta nuk i besoj njëni tjetëri të buri vetë. Po, unim të thonë... Asha mundë me do që ja mërkullia me një mëngjes da dhanë. Smenoj që ndodhën, po të kalëzi që a du të me bo. Për shtash për së dështu të najtë, të folë të në kohën paralel qëtu, që kur njerës kanë me përfundimisht, me u binë që qështu s'po shkoj ka, me pa opcionin e PSD-s. Qysh ka mirë tash, mas krejt kësaj që ka ndodhë, ja votu në kryeparlamentarin, e lanë kryeministën ndërtyrë, një vjetë, ja votojnë apet qëri. Pse ka mirë? Po ka konë, për kështu do është mja votu për i fillim, pra. 28 dhjetori, diaspora vrej ditë që është në përkrajët e Zotit Kurti. Edhe gjithë strategjia kanë thonë njerëzës që e ka njohë të ishë bashkëpunëtorve, kanë thonë që Zotit Kurti po do me përfëku zgjedhjet pikërisht me 28 dhjetori, fundën e dhjetorit, për ashtu si vjen diaspora. Lider opozitorë në rapa kamerë, ma unë kena me botë gjithë shka dhe mës me lonë 28, me lonë fundin e dhjetorit, se djetë shka ndodhë, mos, ki shka del aty. Ska pështim për kësaj punë kështu. Pështimi është politik, jo datat be. Dardan, jo datat, nuk fungë... A ka kuptim sot me dalë opozita? Po. Me dalë opozita edhe me votu, ose cili deputeti opozitar, veç Albin Kurti e shërben. Kur kuj tjetër? Dardan. Fitore pasër Albin Kurtit. Pyetja 1 milion shështë. A duhet mu votu sot opozita me na dalë me na fol neve për programe ekonomike, për derisa na vardojna me qenë sankcione, kemi ndërprejm dialogun strategjik me SBA-t, jemi në situatën ma ullënerë që kemi pasë në marrëshet ndërkombëtare edhe këtu ku jemi. Shtrojt pyetja, Zoti Kurti ju tha para 3 ditë shtetit përkitit, tha jam i gatshëm nëse votohet qeveria ime, tha me implementu gjitha marrëveshjen e urit. Për derisa njerëz do opozitë, Petra Zoti Abiziku, e kom në për emisione caktume, të thonë që do në negocioj. A duhet më votu sot dikush, nëse shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme, i cili nuk fol qartësisht për platformën, çka do ndodh për temat kryesore, sankcionet. O s'kan më votu, që kjo problemi, se popullin duhesh me bind për senet mëdhaja. Sa më votu opozita po thu? Nuk votohet dhe mundet me pas pak rritje, pak ramje. Nuk jem të fol aty. Po për me ndodh ndryshimi i madh, duhet me pas projekt serios politik në këtë farpune. A ke provu me projekt serios? Qyre tash ti, ja ka njës me thonë, nashta duhet me votu qeverin Kurti, që po thu Konjuca ti. Qysh bre? Këtë krejt që ta parti politikës, unë s'pedi kush ja ka bo numrat, nëse ja ka bo gjithmonë. Krejt që ta, kër u dalë Glau Konjuca, qatë ditë, mas 3 ore kanë qitë komunikata një pas një, të gjitha partit, Nisma, AK-ja, PDK-ja, LDK-ja, dhe kanë thonë që s'duhet me votu kur qysh. Po, Zoti Konjuca kanë propozut njëtat parti bre, kanë propozut për krye parlamentari. Morat njëtat parti, po dhëmë para një ove. Ju dini që unë e komik edhe hi o linë deri këtë mbrojtë të Zotit Konjuca. Por, unë jemi sinqert, edhe dhëmë këtë fjallë. Po më interesone se shkojmë zgjedhjet të jashtëzakonshme. Ju thatë që zita strategji edhe nuk dojnë me basë qeverin as vetë këta, o strategji e Konjucës edhe Zotit Kurti për me që venin zgjedhjem 28 këtyne dyja të ndashtë. Ata kanë ndashtë me na votu, dhe të na votojnë. Ndaqin e qëjmë vendin gjithë. Po flasëm për opozit bani, Dardi. A mundet sot me dalë me votu dikush nëse ty vetëm foli deri stash për qeverisin i detë mdhaja. Zoti Kurti nuk votohet me këto shmika, votohet me qëndrime konkrete. A ka kuptim sot me dalë opozita me na fol neve për programe ekonomike për derisa na ballafaqohemi me këtë izolim total ndërkombëtar. Secili prej tyre thotë jemi të izoluar, jemi këtu ku jemi. Pajto na pyetja është tjetër, opozita çka s'duhet me bo hiç, është mja votu qeverin Kurtit. Do me dhënë damin matë madhë që ja bojnë Kosovë, se për ndryshe, unë këtë opozit nuk e marrë seriosisht
tash po tholim përsi që s'pe di kush, po le të supozojmë se krejt sigur s'kan me votu. Pse a keni majt peng që një vjetë, pra, pse se votova Albin Kurti në prill? Sot i Konjuca dhe Albin Kurti kanë dallim Redardi? Qysh bre kanë dallim? A e keni që ka thonë Glauku, është një kandidat tjetër. Është një kandidat tjetër. S'është më kandidat tjetër. Po flasim për një kandidat që ka propozu... Albin Kurti tha mi marrë vesh për i ndrojnë venat. Po ajo është deklarat politike, Dardi. Jo, deklarat politike, ajo kalcën thelbin. Albin Kurti u kujdes me thonë që Glauku Konjuca është kryeminist e dejnë prill. Pse dejnë prill? Pa ty në mas votave metet mu po, do t'je derin prill atë. Jo, aja caktoja fatin. Edhe Glauku dul. Tha, unë jam kryeminist e transitor dejnë prill. Aty metet mu po, Dardi. O, këtu është mja vazhdu, po ju nuk metet në bëm ata vetë. Metet mu po, në bas vota, në bas preformimit, sigurisht nëse zgjedhët e që është e presidentit, cila është ideja me shumë prill. Që po të kalzoj fjalia 2 cila problem. Qeveri me kontrat nuk bo derin prill, Dardi. Bot kryeministri, bot qeveria, e gjatësin e tina ndodhet për votës edhe për përkrajes. Kjo që ka bo me Glaukun është me gjujt grepin. Kush e kap grepin, e kap